Përshëndetje të nderuar miq. Sonte në udhëtim kemi një histori që përmbledh përkushtimin, dijen dhe shpirtin njerëzor të mjekut që ka shërbyer gjithë jetën për të tjerët. Ai është shembulli i brezit të arsimuar me sakrificë, me punë dhe me dinitet. Ka qenë nxënës i shkëlqyer në gjimnaz në Rrëshenit, student i dalluar në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë, drejtues spitalesh në Rrëshenë e Lezhë dhe mjek që nuk njohui humbje në betejën me Covidin. Sot, ndonse me një sfidë shëndetësore personale, ai vjen të shërbejë me përulësi në zonën e largët të Ungrejt të Lezhës. I ftuar me ne sonte në udhëtim është Dr. Giovanni Leka, mjeku hematolog, transfuziolog që i qëndron besnik misionit të jetës. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se vjeta. Çdo rrugtim ka një fillim, ka një ëndër dhe le të kthehemi në kohë dhe të kujtojmë paksa Gjovalinin e ri, nxënës të gjimnazit në Rrëshenit. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, ju falenderoj për misionin, është një drejtar për Lezhën dhe unë jam shumë i gëzuar që jam sonte me ju. Unë jam nga fshati Prishqesh i Mirditës, kam mbaruar shkollën 8 vjeçare në Shpallë të Mirditës, një shkollë në tradit. Pas mbarimit të shkollës 8 vjeçare, kam vazhduar shkollën e mesme në gjimnazin Bardok Biba në Rrëshen. Gjimnazi ishte një derë dritare e re për mua, aty niveli i mësimdhënies ishte mjaft i lartë, profesorët që aty jepnin mësim ishin të një cilësie që janë për të admiruar. Për arsye sepse koha tregoi sepse ata i qëndruan kohës dhe arritën pothuajse manjat e shërbimit të arsimit në aty ku jetojnë dhe aty ku vajten në Tiranë, qoftë edhe jashtë shtetit morën grada shkencore. Kjo tregon se në gjimnazin e Rrëshenit kanë shërbyer mësues që Kjo fal asaj gjenerate mësuesish që sot do të kishte lakmu me nostalgji i mund të përmend disa prej tyre, do të ishte jo të gjithë. Fran Çukaj, profesori i biologjik kimisë në mos gaboj. Po i biologjisë, Andrea Nathanaili, mësues i matematikës, Ndu Gega, Prenk Cubleshi, ka qenë Dies pas profesor Cubleshi. Një elitë profesorash që unë thamë me kranisë, unë jam produkti tyre, ishtë nxënës e tyre. Doktor, intervista juaj zhvillohet në një muaj të veçantë. Jemi në muaj ndërkombëtar të sensibilizimit kundra kancerit të gjirit. Cili do të ishte apeli juaj ose diçka rreth kësaj sëmundje dhe parandalimet të saj? Fatkeqësisht qoftë nga mundësia e diagnostikimit edhe qoftë prevalenca e kësaj sëmundje sot, ajo ka arrit shifra të frikshme. Po kap dhe moshat e reja. Kohët e fundit, Ministria e Shëndetësisë ka përcaktuar, ka bërë programe, ka përcaktuar objektiva dhe them që për kancerin e gjirit sot po bëhet një punë jashtëzakonisht e mirë. Në Lezhë, punë e cila duhet përgëzuar, do të themi, sepse edhe në spitalin e Lezhë hap qendra që merret me diagnostikimin e hershëm dhe mjekimin e kancerit të gjirit. Pra spitali i Lezhës ka një specialitet të veçantë, ka të gjitha mundësitë që të trajtojë kancerin e gjirit. Vendosja e tomografisë, vendosja e aparaturë mamografisë, e cila është një ekzaminim të i domosdoshëm. Deri më sot nuk ka ekzistuar në spitalin e Lezhës. Ka 2-3 vjet që ajo është instaluar në spitalin e Lezhës dhe jep ndihmë të jashtëzakonshme në përcaktimin e diagnozës së hershëm të kancerit të gjirit. Diagnostimi sa më i hershëm i kancerit të gjirit është një avantazh jashtëzakonshëm sepse terapia dhe mjekimi që bëhet me kohë arrim që ne edhe mund këtë sëmundje edhe mund ta luftojmë. Në korelacion me rrezikshmërinë e kësaj sëmundje, sa është niveli i femrave që është sensibilizuar për ta parë herët këtë shqetësim? Raportet sot referojnë se diagnostikimi i hershëm sa vjen rritet.
dhe rritja e diagnostikimit të hershëm të kancerit gjinit tregon angazhimin e personelit mjekësor, tregon ekzaminimin e hershëm, diagnostikimin e hershëm dhe tregon rezultatet që janë të jashtëzakonshme në parandalimin e kësaj sëmundje. Unë në fakt e kam frekuentuar disa herë spitalin e Lezhës për shkaqet e mia shëndetësore dhe artikuloj një falënderim për të gjithë stafin mjekësor të spitalit, por në këto momente dhe në këtë muaj meriton një vlerësim doktoresh Bardha Xhoni, specialistja e fushës. Aty janë dy mjek. Doktoresh Bardha? Doktoresh Bardha, që bën vite dhe në përvojën e saj ajo në 10 raste ka trajtue, ka diagnostikue. Kemi raste të prekshme pra të parandalimit. Absolutisht. Kjo është një lajm i mirë. Ajo ka një kontribut të jashtëzakonshëm. Është dhe një mjek tjetër i ri që ka ardhur, por rastet thash janë të shumta dhe kërkoj një kujdes, por aja e luftës kundër kancerit të gjinit është diagnostikimi i hershëm. Dhe në Lezhë nuk kam arsye pse mos të diagnostikohet në mënyrë të hershëm kanceri i gjinit. Pasi kushtet janë, aparaturat janë, specialistët janë. Aparatura është, specialistët janë mjaft mirë, personeli mjekësor është në repart në kirurgjisë është një repart i posaçëm. I veçantë. I posaçëm që merret me trajtimin e të smurëve me problemet onkologjike. E bëm këtë kales, doktor, për shkak të muajit të veçantë që jemi dhe rikthehemi përsëri tek hershmëria e Triut Xhevalin. Kush ishte nxitja kryesore ose kur ju filluat të mendonit se mund të bëhesh një mjek? Do t'jemi realist se në sistemin që kaloj, jo çdo ëndër e një të riu mund të realizoj. Ndoshta janë arsi, janë fate që një ju t'i vinë jetë, sepse ju dini shumë mirë që në atë kohë, për të vazhduar një degë në shkollën e lartë, vendosin struktura që ndoshta nuk kishin fort shef pasionin e studentit, se sa kishin planin se cila zonë është të zbuluar, qoftë me mjek, qoftë me inxhinier, qoftë me agronom, qoftë me dhe aty vendosin më shumë vendoste fati. Fati im ishte që unë mas marrimit të shkollës mesme, vazhdova fakultetin e mjekësisë. Një fat që unë arrita të realizoj pastaj me studime që kryeva në Shtetet e Tiranës. Një fat që ju përkushtuat dhe e shfrytzuat në masën maksimale të mundshme. Ju përkushtova me mishë shpirt. Atëherë diçka, doktor, nga vitet studentore në Tiranë, pra nga një qytet i vogël si Rrësheni, në metropolin e Shqipërisë në Tiranë, në fakultetin e mjekësisë, si e kujtoni ato vite? Unë mund të them që absolutisht ka bukurinë e vetë që në student ka të bëjë me ambienti që të krijohet kur je student, auditorit, kolektivi që ke, pedagog që ke, fakulteti i mjekësisë ka një specifik. Ne jemi më pak studenta që jemi në kontakt vazhdueshëm me njëri tjetrin, rreth 12 veta. Pra grupi ka qenë 12 veta. 12 veta. Edhe sepse ishte për arsye të pavioneve të hyrjes në spital tek pacientët, ishte i numri reduktuar në studentësh. Edhe mund të them që jeta studentore e marrë si vjetën më të bukur, e vështirë, nga ana e studimeve, sepse kuptohet ngarkesa në fakultetin e mjekësisë është më e madhe se fakultetet e tjera. Fakulteti i mjekësisë ka një ndryshim në fakultetet e tjera se ndoshta mund të futesh në punë arsyen, logjikën, matematikën, ajo mjekësia do në përkushtim, do në të lexosh, do në shumë kohë, do në që të përkushtohesh një aktiviteti që mund të krysh e zanë në një spital, në një institucion tjetër, mund të marrësh për 2-3 orë, aty zjatë me orë tona studimi i asaj mjekësore. Në djenin time, aty gjithçka është shoqëruar me prakticitet, pra teoria, aty të paktën në mjekësi praktika dhe teoria shkojnë në harmoni njëra me tjetrën.
është viti I parë, viti I dytë, që është formimi I përgjithshëm, po themi. Që kanë pak praktik, pastaj vitet tjera, I tretë, I katërt, I pestë dhe I gjashtë janë pothuajse 50-50. Shfrytëzimi maksimal I këtyre raporteve të nxjerr mjek taft të Zotin për të përballuar pastaj sfidave të jetës. Jeta e një mjeku është plot sfida, por dhe mision. Ju keni kryer një sër specializimesh dhe keni udhëhequr institucione spitalore të niveleve të ndryshme. Keni shkuar, sapo keni marrë shkollën, keni qenë në qendra, po themi ne, siç është Kurpneshi, qytet, po themi ne, në Repsi, më pas në Rrëshen, më pas. Pra, keni patur një dinamik edhe si ushtrim profesioni direkt, po themi ne, në bazë, dhe ushtrim profesioni në drejtim të pasi të marrësh fakultetin, është si rregull. Ministria e Shtetësisë ekziston një rregull I shkruar që një vit studentët që marrin fakultetin do të nënshtrojnë praktikë. Ka qenë quajtur stazh atë, praktikës nëpër spitale. Aty nëpër spitale kishte ekip mjekësh që specialitete të ndryshme dhe nihesh me rastet, nihesh me terapitë, por duke pas nevojë të mundshme në për zonën. Por ndërkohë dhe rritesh profesionalisht, Absolutisht po. Absolutisht rritesh, absolutisht merrshin bashkë me vendosur në trajtimin e smurëve. Merr guxim për të trajtuar smurët. Të vish nga shkolla, dalish për balë smurët, të smurët dënim, kërkon nimen tënde. Kështu që I detyruam që dhe bashkëpunimi atëherë në të kohën në spitale ka qenë jashtëzakonshëm sepse ishin mjek të vjetër me eksperiencë të këshillonin të jepnin mundësinë që ti ta trajtosh smujin, por mbi nënkëshirin e këtyre specialistëve. Dhe unë me respekt flas për specialistëve, për Koldodën, për Paulin Shqalqin, ndjes pas, Koldodën ndjes pas, sepse edhe ai Zef Prengen, Simon Kalen, është një brez mjekësh që ishin të përgatitur me përvojë. Agim Qari, atë vit që kemi shkuar ne është largu ka për Tiranë, pastaj edhe në vini. Ndërsa gjatë kohës që unë isha në stazh që kisha detyrim për një vit që të cëmërsh aty, pas 3 muajsh qëndrimi në spitalin në Rrëshen, me dërguan në Kurpnesh, në spitalin e Kurpneshit. Spitali i Kurpneshit kishte shërbimin e obstetrikës ginekologjisë, kishte shërbimin e patologjisë, kishte shërbimin e pediatrisë, I kishte gjitha shërbimet në vete. Njëkohësisht kishte minjerën, kishte fabrikën, minjera, fabrika, ish kooperativa bujqësore, ndërmarrja e tregtisë. Aty ishte një mjek mjaft I mirë, një Arila Mona, ishte një mjek jashtëzakonshëm, një specialist shumë I mirë që të cilit me sa informacion kam, publicisti Luan Rama I ka kushtuar edhe një libër. Ai ishte për mua në atë periudhë që kur shkojnë kur në shkollë me shumë frikë. Thash çfarë do bëjmë? Do të vijë urgjencë në orën 2 natës, sepse aty problemi ishin pneumonit, ishin sepse Kurpneshi është zonë mbi 800 metra, mi fjalë përveç defektet e minjerës, silikozës. Dhe pothuajse 20%, 30% të smurëve që ishin shtruar aty përdorin oksigjen. Terapia aty në kryesore ishte oksigjeni. Për audiencën na ndjekin, çmimi ka qenë pa ujë deri diku nga vitet 74-76. Edhe efektet silikozës janë me 100, më të pakën I statistikë që kam unë janë rreth 300 minator që kanë ndruar jetë para se janë bërë 50 vjeç. Pikërisht nga silikozë. Dhe aty unë kam mësuar shumë gjëra nga I spitali. Një pyetje, një mëj dhe ndoshta formimin tim si mjek, aftësitë e mia profesionale ka pjesë dhe spitali I Kurpneshit në formimin tim. Një pyetje ndoshta e pa planifikuar, po më erdhi tani në këto momente. Në Kurpnesh në dienin time ka patur pjesa e të internuarve të kohës. Aty kanë qenë djemë të ishte udhëheqës, çfarë runi nga, se si silleshin ata, ose si u trajtoshin nga komuniteti?
mundësia për... Aty ka qenë familja Llambizicisit e familja Kadriazviut e familja... Unë pas rastin këtë djalin e madh të Kadriazviut, kishë marrë vesh se ka një mjek i ri dhe vjen për vizit, po thuj se kimi realist pjesa ma madhe e vizitave që vishin masditet ambulatore, vishin para raport. Ishin nga ato zonat para raport, që doshin me punu, doshin me bapo, dhe vishin para raport. Dhe aty ishin problem masditja. Para dite vishin njërës që ishin smur, tamam. Qofshin fëmijët, qofshin të rriturit që ishin punëtor në minjera, në fabrik. Një pjesë vishin ma shumë për raport. Dhe më patë dyta raste ky djali Kadriazviut. I thjesht, i komunikueshëm, me ndosha kush mund tjetë, i thjesht, i komunikueshëm. E jeta kjo është. Koha ecën dhe vjen një moment që doktor Gjovaleni vjen në Rëshen dhe është drejtues tashmë atij institucioni. Pra, cilat kanë qenë raportet tuaja? Përpara se sa erdha në Rëshen, unë kam punuar rreth 6 muaj në Spaq, pastaj kam punuar në qytetin e Epsit një vit e qësë. Kuptohet i vetëm kam punuar në Eps, për arsye se mjek që ishin për zona u larguan, dhe po thuj se shërbimi e kishte... Ishte periudha ndrimit të sistemeve, 89... Shërbimin e mbulosha gjatë 24 orëve. Kisha personet mesën mjaft përgatitur, që i besoja. Dhe periudhën që kam punuar në Eps, e që një periudhë shumë bukur, sepse gjithçka filloi nga unë edhe marrët nga unë. Gjithë cikli, po themi ne, i trajtimit pacientit. Fillon nga unë dhe marrët nga unë. Doktor, si pas jush, si ka ndryshuar shërbimi shëndetësor në 2 periudha? Shërbimi mjekësor... Se ndryshime ka, kjo duhet pranuar. është futur teknologjia, është futur medikamentet, janë shumë gjëra që janë futur. Mjekësia ka ndryshuar shumë, absolutisht ka ndryshuar shumë, por në periudhën përpara viteve 2000, nështë pacientin i mungonin shumë egzaminim, sepse për të vendosesh një diagnozë duhet në harmoni qoftë dia, qoftë edhe egzaminimet. Pra gjenja e organizmit të pacientit. Absolutisht. Egzaminimet e ndryshme sot kanë arrit një zhvillim të jashtëzakonshëm. Dhe janë një ndihmë në diagnostikim qoftë në spitalet lokale, qoftë në spitalet rajonale dhe ato qendrore, centrale. Pra, sot diagnoza vendoset më shpejt, pjesëmuji merr trajtim më shpejt, ndërhyrja bëhet më shpejt, ndërhyrja bëhet më shpejt, edhe shërimi bëhet më shpejt pastaj. Vetëm një gjë sot është që mjeku mbetet parësor. Mjekut parësor, sepse është parësor sepse mjeku është ai që do të merret me këtë pacient. Është ai që e sheh në çdo moment pacientin. Është ky që e trajton pacientin. Është ky që bën balancën e gjenjes shëndetësore, analizave, efektin e medikamenteve. Problemi i madh sot edhe në mjekësinë botërore është abuzimi me antibiotiket. Abuzimi me antibiotiket. Në çfarë kuptimi abuzimi? Përdorimi i antibiotikëve pa kriter. Përdorimi pa kriter. Pa kriter. Është një ndër problemet jo vetëm te ne, por edhe në botë është sepse... Po, kjo doktor, për të shkaruar dhe opinionin që në ndjek, është e qëllimshme apo është e pashmangshme? Jo, e qëllimshme nuk është, por njeriu që të merresh me një pacient do të kesh kohë si mjek. Ti kushtosh kohë si mjek. Nuk është një temperaturë që më shkon vitër dhe 8 dhe ne të veprim të antibiotik. Parimi është sot në botë që është që 2 ditë, 3 ditë me presën. Një fjallë letidhimit në pacientit. Letë këtë temperaturë. Ne të përdorin antipyretik. Përdorin qetësues, ato për ullën e temperaturës, dhe ta observojmë, ta shohim. Kurse pjesa më madhe e mjekëve, por edhe e shërbimit,
nuk vjen të mjeku. Po. Ata futen në mjekim. Kështu që normalisht kur të vendosish për një antibiotikun, duhet mendosh. Përveç punës shkëmbgulse që keni demonstruar me fakte ndër vite, ju keni rreshtur së punuri, edhe për profesionalizimin tuaj. Tani më thuaj diçka ky specializimi hematolog transfuziolog, që ta kuptoj unë tani, se unë nuk jam mjek. Po, ky specializim është një specializim që merret ka trajton smujt e gjakut, këto sidomos smujt e gjakut tash nuk e di se si mund t'i konceptosh ti, janë anemit, janë smujt malinje të gjakut. Po nga gjaku vijnë gjitha. Po, janë si malinje të gjakut, e janë një sër smujt. Dërsa transfuzioni është dhurimi i gjakut, marrja. Po, kjo ka fushata sensibilizuese që të jepet të smujve që bëjnë hemorragji të digat shazana, tek aksidentet, tek smujt e tjera hematologjike që kanë nevojë për gjak. Për çdo mjek, jo vetëm për doktor Xhovalinin, një kapitull i veçantë, i vështirë. Pse jo dhe një kapitull sfidues, sidomos me ju, ka qenë edhe periudha Covid-19. Nga ato që unë di si pas të dhënave të mia, natyrisht, por dhe ato që kam arritur të t'i marrë në kuptimin edhe ty, më rezulton se doktor Zorin Leka është i vetmi ndoshta në shkallë republike që ka dalë triumfues me Covidin. E them kështu triumfues me plot gojën dhe meriton një përgëzim për këtë pasi asnjë nga pacientët që ka trajtuar doktor Zorin Leka nuk ka patur probleme me jetën. Si e keni përjetuar periudhën e pandemisë dhe sfidën e përditshme që keni patur me virusin? Përpara se sa të kalojmë aty, për teleshikuesit tuaj, do të ishte mirë që të kishin informacion sa do të vogël. Po, shkurt, telegrafisht po themi? Për pandemi. Covid-19 futet tek pandemic. Dhe pandemic janë shfaqe në periudhë të ndryshme të njerëzimit. Që në vitin 1340, para erës tonë, në Athinë, ka vdek 1/3 popullsisë në një pandemi e murtajës. Dhe murtaja është shfaq, edhe shumë e shumë vite pas, me shekujt të ndryshëm, është shfaq murtaja. Në shfaq edhe pandemi të tjera. Pandemi që kanë pas vdekshmëri të lartë, që kanë shku, mund për të japë, një rast për të japë, murtaja e zezë, që në vitin 1347, kanë vdek 200 milion njerëz nga kjo pandemi, që njët si pandemi janë marë rrezikshme, që kanë ndodhur në 1347. Pastaj kanë vazhduar vitet tjera. E tillë pandemi ishte edhe Covid. Edhe Covid-19. Covid-19 ishte një pandemi që e pati origjinën në Kinë, u prap shumë shpejt, mortalitetin e pati shumë të lartë, ndoshta veprum drejt paktën për personelin mjekësor, se edhe personelin mjekësor kërkuqet të futon garantinë. Strukturat mjekësore botërore, se nuk po themi të vendit tonë, botërore, u gjendën pa përgatitura? U gjendën pa përgatitura. Këto janë pandemi. Apo ndikimi tyre i shpejt? Janë pandemi që askush nuk është i përgatitur për to. Që që kur të vinë, ato të gjanë në stat ku je, edhe në stat ku je ti dëgjosh mekanizmat që ti të përballësh. Dhe faktikisht mekanizmat e gjetën. Zbulimi i vaksinës. Ka qenë një revolucion që është bërë në një kohë rekord. Sepse mund të ketë llafe, jo vaksina nuk ban, një vaksina ishte në atë formë, në këtë formë nuk do të apliku. Jo. Vaksina
është një lloj sikur vaksinat e tjera që bëhen. Sikur bëhet vaksina e frutit, sikur bëhet vaksina e gripit zakonshëm. Po. Këto vaksina nuk sillin asnjë rrezik për jetën e organizmit. Dhe vaksina që është zbuluar për COVID-19, 72% të popullsisë e sigurt se shpëton nga jeta. Unë e kam konkrete, doktor, që kemi bisedu bashkë. Unë kam shkuar me 45% të mushkërisë të dëmtuar, si që thoshin mjekët, dhe të ka shpëtu vaksina. Ose një shembull tjetër për të vërtetuar këtë që thoni ju, unë ka vite që e bëj vaksinën e gripit. Dhe realisht unë nuk kam patur probleme me gripin. Unë e kam bërë edhe kur ishte me pagesë, pra në satania e marrë për shkak të një sëmundje kronike, e marrë fal, por unë s'kam pas probleme me gripin. Pra është një tregues që vaksinat, pavarësisht koncepteve që kanë patur dhe vazhdojnë të kenë. Situata vaksina në vetvete është mikrob. Vaksina është mikrob. Mikrob që sulmon mikrobe. Një sekond, ajo është mikrob që futet, është vërtetuar nga shkencëtarët që nuk të infekton, por stimulon sistemin imunitar të organizmit. Në momentin që ky mikrob hyn në organizëm, mand vaksinës, organizmi mobilizohet dhe prodhon antitrupat që këta luftore këtë sëmundje. Dhe luftimi i këtyre antitrupave shpëton jetën e këtij personi. Pra, mund të ketë iluzione të ndryshme që vaksinat mos përdoren, vaksinat janë bën këtë lloj forme, janë bën përfitime, jo, vaksina është për të shpëtuar jetën. Është vaksinë, është në ndihmë të popullatës. Në ndihmë të popullatës. Si ndihet doktor Gjorin Leka kur takon pacient që i ka rikthyer në jetë, i ka shpëtuar nga pandemia? Unë kam pas për 2 raste kanë qenë shumë të dhe ndoshta jam penduar edhe sot që unë i kam mbajt. Pa të guxim dhe i mbajt, Unë thash jam i penduar edhe sot që ato jetojnë, punojnë, gëzojnë dhe janë për mua ata unë kam më shumë dashuri e respekt për ta se sa ata për mua. Se patën kalu gjitha caqet e logjikës mjekësore, Ata ishin votër e vlla. Votër e vlla dhe edhe ti i njeh dhe unë mund të them një kohë 2. E ishte me 56% ishte i vllai dhe me 49% ishte e motra. I vllai kur më njoftuan, ishte me temperaturë shumë të lartë, ai nuk kishte asnjë pozicioni që mund të rrinte, ai pothuajse rritën në i shtrirë vetëm, nuk rritë shtrirë, nuk mushe do të me frymë. Ai rritë në një pozicion as ne ju nuk rritë dot, po pak më tepër se sa pozicion vertikal. Dhe më i fjalë që ai televizit shkote për Kosovë, sepse vendet këtu ishin mush, bani skanën tuke spitali, i dhanë letrat për me shku në Tiranë dhe kthehen në shtëpi. E motra kishte temperaturë, pothuajse se febrile, temperaturë të ulët, 37 jo në temperaturë tjetër, kjo i shërbente, vllajt. Dhe u vendos që ky të shkonte për Kosovë, sepse familjarët kërkuan që të shkojnë në Kosovë. Ai vendosi, jo, do të më trajtosh këtu. Dhe ai ditën e 12 ka arrit që të heqe 2 stek nga pozicioni ku ishte i shtrirë. Dhe sot, ai falë edhe guximin. Edhe vendosmërisë ti, sepse ai ishte korrekt me medikamentet, ishte korrekt me ushqimin, ishte korrekt me trajtimin, me vetë trajtimin. Absolutisht, po. Pastaj e motra, mas 3 ditësh, jetën gjapë së ndoj motra. Dhe aty kam pa vetën që kam thënë që nështë satisfaksion i bukur, doktor? Nështë thash, emocion? Thoshim, nështë thojë me veti, unë bëna gabim, sepse nesër mas nesër do të ndodhë i gjanë në gjithë pishman të njetën. Por realisht, unë nuk i majta. Por pas ju vendos për t'i majt, keni vendos arsenalin tuaj? Unë nuk mune me ju majt. Por, ata vendosin që thanë, ne do rrim këto. Dhe Zoti i desh që ata shkon krejt mirë. Jasë të tjera ishin sepse futëshim shpet mjekim dhe nështë të shkon mirë. Kjo smunje kërkon të kujdes.
specifike e kësaj smundje ishte kujdes dhe mjeku, personeli të kishin kohë që të merren me këtë smundje. Neglizhenca më e vogël këtë smur. Donte precizitet, saksi, ndërhyrje. Në qoftë se një temperaturë mas 5 jashtëorësh e nëndëtëson edhe nuk merresh për të stabilizuar ismorite. Kaq delikate ishte. Kaq delikate ishte kjo smur, sepse kishte një formë shumë e shpejtë, agravonte shumë shpejt dhe rikthimi pastaj ishte shumë i ngadalt. Ndërsa porosia ime që mund për këto raste që kanë kaluar Covid-19, ata detyrimisht do të bëjnë kontrolle rëmësirë dhe mushkrit e tyre duhet kontrollohen. Duhet kontrollohen në ekzaminimit i mushkrive dhe tjetër në të parë. I vazhdueshëm, sepse mund... I vazhdueshëm mund të jetë, kur një ankesë që të ketë, ai do të pneumologu që të bëjë, nëse ka kalu Covid-in. Është ndryshe një smur që vjen direkt me një pneumonia, me një problem pulmonar. Pra me sa... Ndërsa këto që kanë kalu Covid-in, detyrimisht do të... Me sa rrida transkriptojnë, është që Covid-i, ose mund të themi që mund të ketë lënë pasojë tek mushkëria, që është organ delikat. Pra mushkërisë duhet mi treguar kujdes të shtuar. Aty kishte goditje më të madhe te mushkëria. Doktor, vim në një blok tjetër të këtij bashkëbisedimi. Tek laboratori juaj dhe familja, pas viteve, disa viteve të shërbimit publik, ju dhe bashortja keni ndërtuar një laborator mjekësor, duke dhënë një herësh edhe shembull bashkëpunimi profesional dhe jetësor. Si lindi ideja për ta ngritur këtë laborator bashkë me bashkëshortë? Ndoshta e pashtarësishme edhe për të aktivizuar gruan, ajo kishte marrë një profesion që tregu i punës në atë kohë ishte i pakët. Mundësia për të stabilizuar në punë. Edhe dini ideja, thash, të vazhdoj shkollën, përveç asaj shkolle që kishte marrë, vazhdoj një shkollë tjetër që të ishte profilin mjekësor. Përzgjedhja që bëm ishte që të ishte teknologe laboratoresh. Marrë shkollën, pastaj vesh kursimet e mia familjare, hapa laboratorin që funksionon ka rreth 16 vite që funksionon. Aty kryejm ekzaminime të ndryshme, mundohemi me qenë korrekt në atë që vjen për të... Rikthehemi tek diçka që thatë përpara, pra tek ju realizohet cikli i pacientit, pra vizita, skanimi, po themi, analizat dhe profilaksia. Sa rëndësishme është bashkëshortja për ju në jetë dhe sa ka ndikuar ajo tek udhëtimi juaj profesional? Miko jem, këto janë rastësi. Besoj që edhe bashkimi juaj me gruan tuaj është rastësi. Nështë e rastësi ka qenë fat për mua. Sepse ajo ka dhënë 3 fëmijë të mrekullueshëm. Që janë? Që janë Greta, që ka marrë fakultetin për stomatologji, dhe është specializuar të shikote e fundit në Romë, ndërsa vajza tjetër ka marrë fakultetin në Kanada. Drejtimi edhe kjo në Kanada dhe për ekonomi biznes, djali vazhdon gjimnasin. Janë të shkëlqyer të tre, dhe gruaja bashkëshortja ka një veri tjetër sepse në kohë të vështira ajo ishte në krahante. Në çdo lloj momenti, në çdo lloj sekondi, ajo ishte në krahante. Për ta mbyllur këtë jo për nga rëndësia, kapitullin e familjes, vërtet
Ajo është një zonjë e nderuar dhe mbi gjitha ka qenë pranë jush edhe në momente të vështira. Dhe fisnikëria e saj, guximi i saj, pavarësisht se ajo ka përjetuar, por nuk është dhënë. Dhe në kësi rastesh persona të tillë meritojnë lesim. Një njeri që ka shërbyer shumë të tjerëve, doktor Zorin Leka, është përballur edhe vetë me një sfidë që e cekëm pak, shëndetësore personale. E megjithatë, ju nuk u ndalët, por kundërzi ecët, vrapuat dhe sa duket pa se po vrapon shpejt, të qunë me shërbim në ngrej, në zonën më të largët të Lezhës. Është e vërtet kjo? Si e përballuat sfidën tuaj shëndetësore? Unë në 2017 pësova një aksident cerebral, të mene, është një defekt genetik në arteria, të në gjabë, që furnizon trurin, ajo një moment blokohet, dhe unë përfundoj në spital, ku që ndoj për rreth 7 ditë në gjeni kome. Ajo ishte një histori në vete, por gruas time, familjes time, miqve dhe shokëve, unë jam një njos për të njëtën. Unë jam një njos kolegëve të mi, shokëve të mi që për ditë tëra ata kanë qëndruar në spitalin e Tiranës, pranë familjes time, që unë nuk jam varrej kurrë. Çfarë përbën për ju fakti që, ose si ndihesh në një zonë të thellë, e cila tani për hir të realitetit duhet të thënë që me shkurjen e rrugës me asfalt është pothuajse është afruar me Lezhën, po si ndihesh brenda atij komuniteti dhe si funksionon ajo qendra shëndetësore e Ungrejt ku ju shërbeni prej disa kohësh? Timi realisht se sidomos kohët e fundit kanë lidhje shumë njerëzit në ajo zonë. Kanë lëviz, pjesa më e madhe janë në Lezhë, ndërsa pjesa tjetër që ndojnë atje, që kushtet i kanë për të pas të vështira. Edhe problemi më madh është për moshën e tretë. Mosha e tretë në atë zonë është problem. Është problem sepse për posë vetëmijës, sepse fëmijët janë larguar. Janë larguar, lëvizje demografike, brenda dhe jashtë. Edhe jashtë, kryesisht, në emigrim. Dhe lëvizjet e tyre janë pak të rralla, kështu që ata përballen me shumë vështirësi. Nga ana mjekësore, ata unë kam bën një zgjidhje që ata mos të lëvizin. Gjitha shërbimet mjekësore t'i marrin aty. Nëse ai do të vijë një herë në 2 muaj ose një herë në muaj të marrë resetën, unë resetat e shëj çdo muaj atje. Infermieri shkon kryen injeksionet. Absolutisht, kur kanë injeksione, kur kanë nevojë për konsulta, kanë nevojë për i pa mjeku në çdo lloj kohe, unë jam pranë aty. Nuk përtoj në asnjë lloj mënyre pa u shkuar. Pas mjekut, profesionistit, portreti i doktor Gjovalinit fshihet në thonjë, do të thoja unë, një njeri i qetë, i dashur dhe i respektuar. Ju njeni si familjar model, mik i mirë dhe njeri me shpirt të qetë. Si e përkufizoni ju miqësinë dhe marrëdhëniet njerëzore në jetën tuaj? E cekët edhe pak përpara kur tha se më janë gjendur, por një përcaktim eksplicit me 2 fjalë. Se ka miqësi, ka të shtiren si kur kështu e ashtu. Nëse unë mundohem që t'i jap kujdo që
është prezent qoftë një vendime, qoftë marrëdhënie pune. Unë t'jap më të mirë, ai le ta vlerësojë, Është në dorën e tij. ta konceptojë si të dojë. Si e shihni sot rolin e mjekut në shoqërinë shqiptare? A mos vallë është prishur balanca dhe mjekësia ka përcjell kufirin e, po themin e, apo betimi i Hipokratit nuk e lejon mjekun të bëhet matrapas? Normalisht shumë dorë ka drejtuesi i shërbimit. Sepse në gjanët i ndanë, në qoftë se ti jenë shërbim publik, atëherë dhe në orën 2 jenë shërbim publik. Dhe mos prit gjanë nga shërbimi publik. Jepja nimen, sepse ka një farë zgjidhje që është bën një zgjidhje mjaft e mirë se sot futen gjëra në sistem. Je i smur në këtë zonë, futen në sistem, të mirë familjes, shkon i ke gjithçka është e centruar tash. Dhe e saksuar. Kështu që normalisht mjeku që duhet të shërbejë. Në qoftë se ti don me ngrit të mira materiale, duke qenë punës i shtetit, atëherë dhe deri private. Alternativa është ajo? Absolutisht, je specialist. Unë nuk mund licencohesh? Nuk mund bëni shtet, krijon një klinikë private dhe vazhdon punën si kanë filluar punë edhe mjek tjerë, mjek sa të duhet që punojnë privat. Normalisht, njeriu do të krijojë shërbimin. Mjeku që është në shërbimin sensor do të krijojë shërbimin. Pra duhet të dalë për ti. Lutem, je detyruar detyrim moral, shtetëror, ligjor, që ti të shërbesh pacientin. Cila do të ishte këshilla juaj, doktor, për gjeneratën e re që synon të bëhet ose të studioj mjekësi? Mos ndar nga smuri. Interneti ka t'jep informacionin e vet, libra t'japin informacionin e vet. Por smuri është? Smuri është database? Ja, absolutisht, smuri do t'jetë. Nëse do të aprovizionit në një fjali jetën tuaj si mjek dhe si njeri, cila do t'ishte ajo? Si mjek, as ka mujtë me ba, dhe as mundën me ba. Nuk mundën, nuk kisha mujtë me ba ma tepër. Si mjek, si njeri, atë të stafrojnë, njëzit që i ke afer. Njerëzit që punon, që bashkëpunon, ata japin përsakimin e tyre të këtë. A ke një moment që ka mbetur thellë në kujtesën tuaj, përpos atij momentit tuaj personal, edhe 2 raste me vllai motër, në një moment tjetër që të ka mbetur në kujtesë, të vjen shpesh, edhe kur reflekton, mediton njeriu me veten? Apo janë shumë momente? Mjeku ka shumë momente. Profesioni jonë është profesion një tillë që jeta dhe vdekja, po të themi tash në mënyrë janë shumë afër njëri, sepse kur vjen për një mjekësore pacienti, dihet që por mund të shkojë shumë mirë, mund të trajtohet, mund të shkojë në shtëpi në këmbë të veta, por mund të marrë edhe rrugë tjetër, ndoshta rrugë taksin. Kështu që momente kemi janë aksidentet ndryshme që unë kam marrë pjesë bashkë me kolegët e mi, janë në maternitet, ku kam punuar disa kohë, kryer shërbimin e urgjencës, mjeku të rolës. Kemi pas raste që nuk e di, por kur ka dalë nga salla gjallë, kam thënë është mrekulli. Pas kishte marrë rreth 18 flakon gjak. Ishte në kufitet pa besueshme, sa? Ky raport që ishte një grua shtatzan në muajin e fundit të shtatzanies. Edhe ajo bën një hemorragji,
ishte një diagnozë që këto diagnoza japin hemaragji, zakonisht dhe janë të domosdoshme që kanë indikacion në operacionin. Ai rasti ishte nga Rrësheni. Diagnoza sa ishte placenta previa. Erdhi, sa po ashtrova, ishte një kroje, sa po ashtrova, filloi hemaragjia, u ndodh ekipi i operator, u operu pas 4 orësh. Në sallën e operacionit, pas disa flakone gjatë pa numërta, ajo shpëtoi. Të nderuar miq, emisionit ton i erdhi fundi. Në përmbyllje të tij, unë do të artikuloja se Dr. Xholin Leka, s'pari duke e falenderuar për këtë udhtim, përmes kujtimeve, sakrificës dhe dashurisë për njeriu, ai është një person që historia e tij na kujton se mjekësia nuk është vetëm shkencë, por edhe shpirt, përkushtim dhe dashuri për jetën. Faleminderit Dr. Xholin Leka që ishit me ne sonte në këtë udhtim. Faleminderit ju.